Përshëndetje të gjithëve. Recetë tradicionale do përgatisim ditën e sotme. Dikur në natona e qonin revani me kos këtë recetë. Kjo është një kek i cili është i shërbetosur dhe brenda ka arra. Filloj me përgatitjen. Në fillim grim më shumë se një gotë me arra. E coptuam në pjesë të vogla dhe e kemi gati. Filloj me përgatitjen e brumit. Shtojmë në një tas 4 vezë. Bashkë me vezët shtojmë një bustin vanilje dhe një gotë 200 ml me sheqer. Me mikser dore e përzijmë për 5 minuta derisa vezët të shkumohen dhe të zbardhen. Në këtë moment shtojmë një filxhan kafeje me vaj, një gotë me kos. Sërish i bëjmë një përzierje. Në këtë moment largojmë rasin elektrik dhe ëmbëlsirën do ta përfundojmë me dorë. Fillojmë të shtojmë mielin. Këtu kam një paket fryrës për ëmbëlsira. I kalojmë në sit bashkë me mielin. Në total janë 3 gota miell, por gjithmonë gotën e fundit unë e shtoj gradualisht. Shtuam 2 gota në fillim. Të gjitha gotat që po përdor në këtë recetë janë 200 ml. Shtojmë arrat e coptuara. Dhe në fund fare do shtojmë gotën e tretë. Shtojmë një pjesë të miellit. I bëjmë një përzierje duke parë dhe konsistencën e brumit. Do i shtojmë edhe pak miell. Mos jetë shumë i ujshëm brumi, pasi arrat kalojnë në fund të tavës. Nëse brumi është pak më i plot, atëherë ato shpërndahen në të gjithë sipërfaqen e kekut. Si e shikoni, nuk e përdora të gjithë gotën e tretë. Marrim lëkurën e një portokalli. Vazhdojmë të bëjmë përzierjen përfundimtare. Dhe më pas e vendosim në një tavë alumini, perimetri së cilës është 26 cm. Do ta vendosim të piqet për 40 minuta në 170 gradë. E vendosim në pjekje. Përgatisim sherbetin. Shtojmë 3 gota me sheqer. Gotat janë 200 ml. Nëse do e maснit me gramatura, atëherë diku te 500 ca gram sheqer dhe 200 ml ujë. Shtojmë 3 feta limoni, i ziejmë për 10 minuta në zjarr të ulët. Në fund fare i shtojmë një bustin vanilje. Ëmbëlsirën unë e kam hequr nga furra dhe e kam lënë të ftohet plotësisht. Do lëm edhe sherbetin të ftohet pak, por jo të ftohet plotësisht, jetë i ngrohtë. E presim ëmbëlsirën dhe më pas shtojmë sherbetin e ngrohtë. Si e shikoni, ajo me njerë e thithë si sfungjer. I vendosim një tepsi sipër dhe e lëm të pushoj për 30 minuta. Më pas e kemi gati dhe shikoni sa e mirë që duket. Është e butë, plot arome e mirë dhe shumë e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.